Përshëndetje të nderuar shikues, jemi përsëri me gjurmët, po e nisim këtë javë mbare mirë për të ndalur sot tek një temë që mbart më shumë se sa veç se një diskutim politik, mbart në vete një reflektim social, kulturor, por edhe personal. Në dekadat të tëra në tranzicion, politika në vendin ton vazhdon të jetë, ka qenë dhe mbetet një fush që dominohet nga gjinia mashkullore, gratë ndonëse përbëjnë gjysmën e popullsisë dhe janë një pjesë aktive edhe në arsimin e lartë, por edhe në punë, vazhdojnë të luftojnë për të hyrë, për të qëndruar edhe për të ndikuar realisht në vendimarrje. Por sot ne duam të flasim për një kategori akoma më të marginalizuar brenda kësaj sfere, gruan me mbulesë në politikë dhe në jetën publike. Shpesh për gratë me mbulesë, rruga drejt institucioneve është më e ngushtë, më e vështirë dhe më e ngarkuar, qoftë me paragjykime apo me stereotipe të ndryshme, jo për shkak të mungesës së aftësive, por për shkak të paragjykimeve të rrënjosura që e lidhin pamjen me kompetencën. Do shta pyetja më ndershme që duhet të bërë, a kemi neve frikë prej ndryshimit që sjell një grua që nuk e përmbush atë standardin të suksesit publik që jemi mësuar të shohim. A e kemi ndërtuar një realitet ku bindja fetare din të shihet si probleme, jo si një pjesë normale e vendit tonë. Unë fillimisht realisht ishta pak skeptike për këtë temë, për shkak se nuk më pëlqen të vendos njerëzit profesionet e tyre me bindjet e tyre fetare, mirë po janë disa sfida, paragjykime dhe stereotipe që duhet patjetër diskutuar, andaj sot kemi në studio një zë të veçantë, një grua që realisht është gruaja e parë në parlament me mbulesë. Kemi nderë që ty kemi sot, Imerlies Aliu në studio me neve. Faleminderit që erdhët. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Dua ta nisi me rrugtimin tuaj në politikë. Një aspekt mjaft i rëndësishëm për të gjithë ne, mirë po shpesh e shohim që gratë kanë frikë të kyçen në politikë në vendin tonë. Ndoshta prej asaj se çka na ka dëshmuar historia politike në vendin tonë për gjatë këtyre viteve. Si nisi rrugtimi juaj? Atëherë, Lisa, do më lejosh që të sqarohem pak më shumë këtu në këtë pjesë. Si nxënëse e shkollave të mesme, gjithmonë kam qenë aktive në për aktivitete të ndryshme, sidomos aktivitete të cilet kam pasur të bëjnë me shoqërinë, me njerëzit, dhe aty ku gjithmonë fokusi ka qenë qytetari. Nga shkolla e mesme fillova të kuptoj se mbi atë dëshirën e madhe të njeriut ka diçka që mund të rregullojë edhe jetën, edhe përditshmërinë, por edhe gjendjen ekonomike e sociale të qytetarëve të një vendi. Nga aty ka filluar ajo dëshira ime që dua të kontribuoj për njerëzit, po jo vetëm në një nivel të ngushtë, po të jetë ajo një masë më të gjerë. Kështu që pas përfundimit të studimeve, po ashtu edhe studimeve master, kuptova që politika është një rrugë për skaj asaj që ju bët një elaborim shumë të shkëlqyeshëm për këtë emision që i ka të vështirësitë e veta, sidomos kur janë në pyetje gratë, por është një mundësi që mund të rregullojë jetën e më shumë njerëzve. Domethënë fokusi nuk është vetëm në nivel lokal ose mbi një komunitet të caktuar, domethënë por fjala është për gjendjen dhe mirëqenien e të gjithë qytetarëve. Dhe kështu lindi gjithmonë ajo ideja dhe dëshira për ndryshim dhe për të përmirësuar situatën e qytetarëve të mi, edhe nga vendi ku vi unë, por edhe në përgjithësi që të jem pjesë e këtij rrugtimi. Në më thë kohëve të fundit, tashmë njihem më së shumë të shkaku i angazhimeve dhe impenjimeve të cilët i kam në kuvendin e Republikës së Maqedonisë Veriut, megjithatë ka një dekadë e më shumë që jam pjesë e proceseve politike, jam pjesë e subjekteve politike dhe nga aty kam parë se si rrjedhin këto procese, se pak a shumë se si funksionon politika në vendin tonë dhe kështu që erdhi dita, erdhi momenti kur unë tashmë jam pjesë aktive dhe kur mundohem me gjithë atë kapacitetin tim, por edhe përgatitjen time profesionale dhe akademike, të mundohem të bëj realitetat të cilën kisha menduar në moshë shumë të hershme. A ka ndikuar bindja juaj fetare apo të qenërit një grua me mbulesë në pozicionin tuaj vendimarrës që keni sot? Realisht, ashtu si që potencove dhe më duhet të them, asu nuk jam dakord që bindjet fetare, ajo çfarë është shumë personale, të lidhen me përgatitjen tonë qoftë akademike, intelektuale që kemi ne si individ, për të kontribuar atje ku
në fushën ku ne jemi formësuar. Megjithatë në shoqërinë tonë, duke u nisur në Ballkan përgjithësi, por nëse ndalemi pak më konkretisht në vendin tonë, në Maqedoninë e Veriut, është e dukshme, ekzistojnë stereotipe, ekzistojnë paragjykime, ndoshta kjo vjen si rezultat i shoqërisë patriarkale ose i asaj që më përpara femrat kanë mbajtur mbulesën shkaku i traditave, mbas se mund të them që disat e kam mbajtur thjesht sepse u është imponuar, pa mos e ditur rëndësinë e një simbolike të rëndësishme si që është mbulesa se për çfarë e mbajnë. Dhe mungesa e inkuadrimit të grave në jetën akademike, profesionale, në shkollimin e tyre, ka bërë që të krijohet një lloj perceptimi ose paragjykimi ndaj grave me mbulesë, sepse ata janë gra të cilët duhet të qëndrojnë në shtëpi ose të merren vetëm me obligimet dhe punët e shtëpisë. Më thënë, është ky paragjykim që vjen nga periudhat e mëhershme ose nga shoqëria patriarkale që na ka karakterizuar një periudhë të gjatë. Mirë po, kohëve të fundit, unë besoj se një gjë e tillë tashmë ka filluar të konceptohet ndryshe, me vetë faktin se ne kemi tash gazetare të mbuluara, kemi gra dhe vajza të mbuluara në sferën e kulturës, edhe në shumë sfera të tjera. Unë jam e lumtur që sot shoqërisë po jepem edhe modele, se mbulesa nuk është kufizim, por është një vlerë të cilën mund ta bartë dikush dhe pavarësisht asaj bindjes të cilën e ka shumë të brendshme, shumë personale, të dëshmoj vetëm për atë të cilën ajo ka investuar në vetvete dhe të jetë e barabartë si gjithë të tjerat. Mirë po, një gjë e tillë nuk mund të arrihet padyshim në qoftë se ne që e kemi këtë simbolik fetare, që për mua është shumë e shejtë, nëse nuk mundohemi dhe japim kontribut në shoqëri, deri në momentin që ne jemi të heshtura dhe në momentin që ne nuk e dëshmojmë veten në shoqërinë tonë, atëherë u jepet e drejta gjithkujt që të paragjykohemi. Por në moment kur ti e dëshmon me punë, tregon të gjithë nivelin tënd dhe kapacitetin tënd, të cilën e ke, pavarësisht profesionit që ke, aty fillon edhe përballja me paragjykimin, por fillon edhe këto stereotipe dhe paragjykimet të ndryshohen. Është shumë interesante që, si që thatë edhe ju, bindja fetare dikuj shpesh din të shihet si shtypje apo jo si zgjedhje personale, ndoshta për shkak të historisë që ka dëshmuar rrethana të tilla, mirë po një fenomen tjetër interesant që mua më lë mjaft për shtypje është se në Maqedoninë e Veriut, edhe pse jemi vend me shumë nacionalitete, me religione të ndryshme, prap se prap arrihet një marrëveshje dhe nuk është ta që çuditshme që një grua me mbulesë të jetë pjesë e kuvendit, apo të jetë një gazetare, apo të jetë pjesë e jetës tonë të përditshme, siç është në shumë vende të tjera përreth nesh. Po përgjatë eksperiencës tuaj, si në studime, ndoshta ose më herët, si ka ndikuar mbulesa në mënyrën se si të kanë trajtuar institucionet shtetërore në përgjithësi? Unë të për hir të gjithë kësaj energjie pozitive që është kriju këtu, do ndalem edhe do tregojmë pak më e sinqertë mbase. Është e vërtet në fillimet e mia unë mbulesën, domethënë, e kam vendosur në vitin 2011, pasi kam përfunduar edhe studimet master, nuk është se e kam mbartur në moshë shumë të hershme. Është e vërtet jam përballë me vështirësi, ka pas shumë dyer që më janë mbyll, shkaku i mbulesës, qofshin ato institucione komunale, por edhe arsimore, atje ku unë kam pasur aspiratat e mia për të dhënë kontributin tim. Mirë po, kjo për mua personalisht nuk ka qenë as pak problem ose dëshpërim, po një motiv më shumë që unë duhet ta dëshmoj veten se nuk është mbulesa arsye që dikush t'ua mbyll dyert. As mua, por as kujt e cili ka zgjedh të duket në një formë pak më të veçantë se sa të tjerët. Dhe kam vazhduar të punoj atë shumë fort sa që të gjitha ato dyert që më janë mbyll, unë i kam hapë përsëri. Domethënë kam qenë pjesë edhe institucioneve arsimore atje ku kanë qenë aspiratat e mia të jem më afër studentëve. Kam qenë pjesë edhe administratës komunale, tash jam në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Domethënë nuk është puna se dikush të sheh ndryshe dhe aty duhet të jetë ai mbarimi. Përkundrazi,
prej atij momenti duhet të jetë fillimi për të dëshmuar se ti vlen, për të dëshmuar se ajo investimit të cilën ti e ke bërë në vetvete duhet ta dëshmosh. Do të vinë një moment, do të vinë një ditë, do të vinë një kohë e caktuar ku ti do e tregosh vetveten dhe të gjithë ata njerëz mbase të cilët më kanë paragjikuar, më besoni sot i kam miq dhe disa prej tyre edhe bashkëpunëtorë. Më vjen shumë mirë që ja keni arritur qëllimit tuaj. Dua të ndalem pak tek kuvendi. Në jetën politike në vendin ton, a ka vend për identitet të shumë fish, do të kisha thënë grua, muslimane, profesioniste, aktiviste, sa ka hapësirë për të gjitha këto? Për shkak se juve jeni e vetmja që jeni me mbulesa po në kuvendin ton. Sa ka hapësirë, sa keni parë që ka hapësirë edhe vullnet për kyçje? Në qoftë se bëjmë një analizë nga interesi i të rejave të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e jetës publike, unë them që ka një interes. Mbase ka rastisur ta kem unë fatin të jem gruaja e parë me mbulesë, megjithatë unë besoj se nuk do të jem e fundit, sepse dëshira edhe interesi edhe nga shumë gra e vajza të tjera është i dukshëm. Po për pos kësaj, ajo që farë mua më gëzon personalisht është se ne kemi potencial të grave, kur them potencial, dhe më thënë gratë të pregaditura, profesioniste, me nivel akademik, të cilët mund të japin shumë shoqërisë dhe mund të kontribojnë shumë për vendin, po pavarësisht asaj qoftë kuvend ose edhe në shumë fushat të tjera, sepse për mua kuvendi nuk është vendi mbas se puna më e vështirë të cilën mund ta bëj një grua ose një femër, ndoshta në jetën publike ka edhe shumë punë më të rënda dhe më të vështira ku ndodhen gratë dhe për të cilën ne të gjithë si gra e kemi obligim që të bëjmë një gjurmim se me çfarë punësh merren ata dhe cili është niveli i vështirësisë me cilën përballen. Megjithatë në kuvend ka hapësirë shumë edhe për gratë të tjera. Ajo çfarë dua të them unë edhe le të jetë një mesazh për vajzat e reja, për gratë dhe për të gjithë ata të cilët duan të japin kontributin real dhe realisht mendojnë të ndryshojnë shoqërinë për të mirë, do ju them ka njëherë aty ku mungon hapësira, duhet ta merrni. Mos pritni që gjithmonë dyert të jenë të hapura dhe gjithmonë dikush që pres krah hapur. Megjithatë, në qoftë se keni dëshirë dhe keni një motiv ose keni një vizion për jetën tuaj, atëherë do e merrni vetë. Dhe padyshim që një gjë e tillë është e arritshme, nuk është e pamundur. Tash zakonisht kur në bashkëbisedim me miket e mia ne flasim për shumë bariera dhe vështirësi, po unë jam e bindur që nuk ka njeri i cili nuk përballet me vështirësi dhe kanjherë nuk është se më pëlqen të bisedojmë se jemi duke u përballur me vështirësi ose me stereotipe ose me paragjykime, sepse çdo natyrë, çdo punë pavarësisht natyrës se si zhvillohet ajo, në vetvete i ka këto paragjykimet ose sfidat me cilën mund të përballen gratë, kudo që ato dëshirojnë të veprojnë. Pa diskutim, mirë po, kur vendosët të hyni në politikë, a ishte mbulesa një barierë, si që thatë edhe ju, apo u pranuat lehtë? A ishte të detyruar ata merrni skenën politike, apo ishte e lehtë për juve që të kyçenin atë? Atëherë unë do themi ishin të dyjat. Edhe e mora, edhe gjeta hapësirën. Jam prit mirë, më kam prit mirë, pa diskutim. Jam përballur me vështirësi, nuk mundem ta them që jo. Jam kam gjetur mbështetje të jashtëzakonshme. Këtu më duhet të falenderoj të gjithë ata meshkujt të cilët kanë shpreh gatishmërinë të më presin mirë në rrugtimin politik, sepse më duhet ta them dhe këtë konkurenca është e madhe dhe duke u nisur edhe nga vetë fakti që meshkujt kanë bizotruar në politik. Mirë po, megjithatë unë nuk mund të them se jam përballur me shumë vështirësi, po kam gjetur mbështetje seriozisht dhe sinqerisht i falenderoj të gjithë ata të cilët më qëndruan krah. Pastaj prej momentit kur ti edhe e merr hapësirën, por edhe ta japin hapësirën, duhet ta dëshmosh vetveten, sepse punën dhe kontributin të cilën ti mund ta japësh nuk ta ofron askush, ajo varet
komplet nga individi i cili dëshiron të shfaq vetveten ose duhet të gjej rrugën dhe mënyrën se si deri në realizimin e qëllimeve të veta. Pse pavarësisht të gjitha këtyre që i thoni, prap është një tendencë nga gratë që i friksohen politikës, friksohen të hyjnë asaj rruge, mos të flas për gratë më mbulesë, prap rikthehemi te ajo se ndikojnë fjalët e njerëzve, familjarëve, është e vështirë për të kyçur politikës kur je një grua. Është e vërtet, Lisa. Sado që të mundohemi të themi ne që jemi të forta, ja dalim, gjejmë mbështetje. Ka barjera, prap. Patjetër që po. Në disa prezentime të organizatave të huaja që janë bërë në lidhje me paragjykimet e grave në politikë, më besoni që une isha e radhitura në fillimet e listës, dhe me thanë si grua që janë paragjykuar në politikë. Unë do të ndalem këtu për të sqaruar diçka mbase politika në vendin tonë, në Maqedoninë e Veriut, për periudhë të gjatë kohore ka qenë mjaft e egër. Tereni ka qenë mjaft e egër, mbase ndoshta edhe gruaja nuk e ka marrë vendin që e meriton apo nuk është vlerësuar ashtu sa duhet, edhe të gjitha këto duke u nisur edhe nga shoqëria jonë, sado që ne, ashtu siç e diskutuam bashkarisht, kemi ecur hapa përpara, përsëri ekziston ajo paragjykimi, ekziston ajo mënyra se si të tjerët na shohin, ose sidomos në përviset rurale, mbase është edhe shumë më problematike se sa në ato urbane, dhe këtu mund të jetë krijuar një lloj frige, nëse mund ta quaj kështu, nga gratë, qofshin me mbulesë ose pa mbulesë. Dhe mund të jetë krijuar një lloj hezitimi, por ajo çfarë unë dua të them është që atë që e ceka edhe më sipër, në qoftë se ne nuk do e dëshmojmë vetveten, në qoftë se ne nuk do të përballemi dhe nuk do të jemi pjesë e skenës ose pjesë e jetës publike dhe t'i ndryshojmë këto paragjykime nga të tjerët, atëherë ato do të vazhdojnë të rriten. E para dhe e dyta, ne ju japim të drejtë të tjerëve që të paragjykohemi. Në momentet kur ne do e dëshmojmë vetveten, në momentet kur ne do ju tregojmë të gjithat përgatitjen tonë profesionale të cilën e kemi dhe do të ndryshojmë bindje, unë jam e bindur ashtu siç e potencova edhe pak më lartë që ata të cilët na kanë paragjykuar, qofshin në ambient pune, qofshin në për institucione të ndryshme, nesër ne mund t'i kthejmë në bashkëpunëtor dhe miqta. Pa diskutim, a jeni ndjerë ndonjëherë e përdorur nga politika në përgjithësi, ndoshta për të inkuadruar më shumë diverzitet, siç kanë dëshirë të përdorin politikanët tanë këtë fjalë? Absolutisht jo, sepse në asnjë moment nuk kam vepruar nëse dikush më ka kërkuar diçka, gjithkund ku kam qenë pjesë, kam qenë me vetë dëshirë, me ide të qartë se çfarë dua, me bindje të qartë se çfarë kërkoj dhe me një vizion të qartë se çfarë dua të jap. Në asnjë moment nuk jam ndjerë e përdorur dhe besoj dhe shpresoj që nuk do ndodh një gjë e tillë, sepse ashtu siç thash, nisem nga vetja që nuk duhet absolutisht, po edhe as që do e lejoj ndonjëherë që dikush të më përdor. Për mua diverziteti është vlerë, është pasuri dhe në momentet kur ajo vlerësohet dhe shihet ashtu siç duhet në një shoqëri, krijohet harmonia për një jetesë shumë më të qetë dhe më paqësore. Si shihni reagimet e publikut ndaj grave në politikë, për shkak se pretendojmë të jemi në shoqëri pluraliste, demokratike, që duam të ecim përpara, po kur kthesh edhe sheh reagimet e njerëzve, është një kontradikt në vete, është shoqëria jonë e prirur për të mos i besuar një gruaje pushtetin? Do e kisha thënë 50 me 50. Me që 50% e popullsisë jemi gra, atëherë këtu ka një balans. Ekzistojnë të dyjat. Edhe kemi prirjen që të mos ju besojmë grave nga njëra anë, por në momentin kur shohim që gratë seriozisht janë ata të cilët kontribojnë dhe atë të cilën ata e premtojnë gjithmonë e realizojnë, atëherë fillon kjo pjesa e 50% të mendimit ndryshe. Pavarësisht asaj se akoma ekzistojnë stereotipet, unë do kisha thënë që
përfshirja ose pjesëmarrja e gruas në politikë është një vlerë e demokracisë në për të gjitha vendet të zhvilluar, por patyshim që nuk mund t'i lejmë anash as vendet e Ballkanit, e sidomos vendin tonë, sepse në momentin kur gratë nuk do të jenë pjesë e politikbërjes, atëherë nuk mund të flasim për demokraci të realizuar. Kështu ndodh edhe në Maqedoninë e Veriut, për të cilën do të kisha thënë që kjo hapësira të cilën tash gratë e kanë në politikë, unë thjesht do jap një sugjerim ose një mesazh të mos jetë vetëm hapësira ku duke përfshirë edhe vetëm të shfaqemi përpara opinionit, por ajo qëllimi jon i përbashkët me që na çdo mundësia dhe besimi nga qytetarët është që nesër të jemi akoma dhe më shumë pjesë e vendimarrjes. Tu desha dal pikërisht sa jemi neve pjesë si gra, sa kemi pjesë në vendimarrje, sa jemi aty vetëm për të plotësuar ndoshta ato kuotat që janë të patjetërsueshme të plotësohen? Fillimisht mirë që ekzistojnë kuotat. Mirë që ekzistojnë se s'disa do të ishin pjesë e tyre. Mirë që ekzistojnë kuotat dhe ndoshta janë edhe një arsye që gratë të arrinë dhe të deri në pikën dhe atë ku ata do të jenë pjesë e vendimarrjes edhe më shumë se sa që janë tash. Mirë po me mikeshat e mia të cilët i njoh që sot janë pjesë e jetës politike, unë nuk mund të them që gratë nuk janë pjesë vendimarrëse, sepse pastaj këtu hin në shprehje dhe përgatitja e individit për fushën të cilën e ushtron. Fatmirësisht kemi gra mirë të përgatitura, të cilët përpos që janë plotësimi atyre kuotave që duhet të jemi pjesë aktive e politikës, janë edhe gra të fuqishme dhe janë gra vendimarrëse. Unë shpresoj që një praktikë e tillë të mos jetë afatshkurte, do kisha thënë, po dua që kjo praktikë të jetë shumë më e gjatë dhe në të ardhmen absolutisht temat e diskutimit në për emisionet të tilla të mos jenë më a jemi pjesë vendimarrëse, por të flasim për gratë të cilat janë vendimarrëse në të gjitha sferat ose në të gjitha pozicionet ku ata drejtojnë. Pa diskutim edhe është në dorën tonë që t'japim vetës sa më shumë mundësi për të kyçur në politikë dhe jo vetëm. Dua të di, a mendoni se një grua me mbulesë realisht ka të njëjtat mundësi punësimi në shtetin tonë sikur një grua që nuk ka mbulesë? Për shkak se kalojmë këtë pjesën e arsimimit, nuk është që hasim në shumë problematika përveç se paragjykimeve që vijnë nga vetë shoqëria. Kur vjen puna në punësim, a ka kjo lidhshmëri apo kemi arritur atë nivel të vetdijes sa që nuk i shohim këto barriera? Unë do kisha dashur ta kemi arritur nivelin që mos t'i shohim, por realisht ekziston, por besoj se gratë me mbulesë edhe sot që ne flasim përballen me vështirësi në për institucionet të ndryshme ku ata pretendojnë të japin kontributin e tyre, mirë po nuk është edhe kaq zi situata, sepse sot kudo që ne mund të drejtohemi, qofshin ato institucionet administratës komunale, institucionet arsimore, shkollat, qerdhet, por edhe në për ministri ne kemi gratë të mbuluara dhe dhe më thanë në këtë drejtim kemi avancuar me hapa për të quar edhe më tej përpara një mbas se një fenomen paragjikues ose nuk di si ta quaj ndryshën, por përsëri them që kemi punë për të bërë në këtë drejtim. Deri në ditën që të arrim që të mos kemi këto paragjikime ose të mos bëjmë dasi të tilla, por njerëzit i vlerësojmë në bazë të përgatitjes të cilën ata e kanë. Në më tha, ekzistojnë të dhijat. Edhe kemi paragjikime, por edhe kemi avansuar në këtë drejtim. Si mund të ndërtojmë dhe të dalim në atë që thatë ju në një shoqëri ku identiteti fetar e një personi të mos shihet si pengesë për zhvillim profesional? Çfarë do lloji qoftë ai? Mbas se një ndër arsyet ose ajo çfarë unë vazhdimisht e them edhe kur bisedojmë me mikeshat të mia, më thanë shoqet të cilët ose mike ose vajzat e reja të cilët janë të mbuluara, është që ne të japim shembullin që nuk duhet të shihemi si gra me mbulesë. Absolutisht është kjo një ndër ato arsyet e forta që duhet t'ja japim shoqërisë.
do me thënë, duhet të jemi sa më shumë aktive, sa më shumë të angazhuara, sa më shumë të dëshmojmë vetveten, që të fillojë një paragjykimi i tillë të zbehet. Dhe në momentin kur do dëshmohemi për arritjet të cilët ose formimin të cilën ne e kemi, unë besoj se nuk do të jetë një vështirësi kaq e madhe. Mirë po, përsëri do ta them atë që nuk mundet të luftohet në tërësi një gjë e tillë, sepse unë jam e bindur që edhe me mikeshat e mia të pambuluara të cilët i kam, përballen me probleme të ndryshme, qoftë në punësim ose në avansime të ndryshme. Vetë se janë gra. Vetëm se, fiks kjo që e tha që vetëm se janë gra. Dhe më thënë, ajo çfarë dëshiroj të them është se kur të gjithë gratë do të bëhemi bashkë dhe do t'i ndajmë të gjitha sfidat me të cilët përballemi ne, besoj se mund të arrijmë atje ku duhet dhe të gjitha këto problematika të cilët na tangojnë bashkë, domethënë të mundena të arrijmë të qojmë në kahjen drejt zgjidhjeve të dukura. Dua të dalë tek një temë tjetër, në shumë vende të botës është konsideruar të jenë të detyrueshme heqja e mbulesës në për shkolla, në për jetën publike, edhe prapë po dalë aty që e thash edhe më herët, në vendin tonë nuk i kemi këto probleme të paktën, edhe pse ka Ramani nacionalitetesh edhe religionesh, prapë jemi të lirë të veprojmë si çdo ne. Si komentoni këto vendet të cilat konsiderojnë të bëjnë gjëra të tilla denigruese, do të kisha thënë? Fatkeqësisht, Lisa, kam parë shembuj të ndryshëm edhe në për vendet të cilët ne i quajmë burimi demokracisë, ku femrat me mbulesë janë përballur me situata shumë të padëshirueshme, ose nga këto video të shkurta të cilët na shfaqen nëpër rrjetet sociale, ose edhe nëpër institucione të ndryshme. Megjithatë, nuk është diçka që mund të them se është e pëlqyeshme, padyshim që sidomos kur ti vetë i takon një komuniteti të caktuar, nëse mund ta thuaj kështu, domethënë të lind ajo dëshira dhe ndjesia e mbrojtjes në moment të caktuar, edhe pse mund të jesh larg, ose ta japish një mesazh në rrjete sociale, edhe dëshiron të japish një kontribut që të mos shihen fenomene të atilla. Ekzistojnë raste të tilla, ekzistojnë ashtu siç thash edhe në përvendet të cilët ne i quajmë djepi i demokracisë, fatkeqësisht, mirë po besoj që kanë të bëjnë me grupacione të caktuara, nuk është se mund të jetë një diçka shumë më e madhe që luftohen gratë e mbuluara. Në disa shtete, sidomos kur është dita botërore e mbulesës dhe kur domethënë jepen lajme më së shumti se si festohet kjo ditë, ose se me çfarë ngjarje është shënuar kjo ditë në vende të ndryshme, ka edhe shumë vende të cilët në mënyrë ligjore ndalojnë bartjen e mbulesës, për të cilën absolutisht nuk jam dakord, dhe shpresoj që politikat atje ose shoqëritë jo qeveritare, shoqëria civile të reflektojë dhe gjëra të tilla, domethënë të marrin kahjen e duhur në përmirësim të asaj se çdo kush meriton të mos shkelet në dinjitet dhe të jetojë i lirë ashtu se si ndjehet. Realisht mbulesa nuk duhet të shihet si një lloj paragjykimi, por duhet të shihet si një lloj vlere, po tek e fundit është diçka shumë personale e çdo individi dhe për të mirë të çdo shoqërie, kudo qoftë ajo në botë, është që ti pranojmë të tjerët ashtu si janë. Unë shpesh e kam thënë në biseda të lira, sepse derisa dikuj mund të mos i pengojë një vajzë që mund të duket me flokë të kuqe, dikush me flokë të verdha, dikush me flokë të shkurta, atëherë pse duhet t'i pengoj në qoftë se dikush ka vendosur që në kokën e vet të ketë një shami, domethënë duhet ta shohim me një sy të ngjajshëm ashtu siç shihen të gjithë tjerët dhe t'i vlerësojmë njerëzit për nga karakteri dhe përgatitjet që kanë. Do kisha dashur shumë dhe vazhdimisht kam ngritur zërin në raste të tilla që fenomenet të tilla të mos ekzistonin, por ja që janë pjesë e shoqërive të ndryshme. Në fund të ditës, neve jemi një shoqëri e lirë dhe demokratike dhe duhet realisht të veprojmë si e tillë dhe jo t'i shtypim njerëzit në bazë të zgjedhjeve të tyre personale dhe fetare. A mendoni se po ndryshon mënyra se si njerëzit e shohin gruan me mbulesë falë përfaqësimeve siç e bëni edhe ju? Padyshim që po. Ashtu si që potencova edhe më herët, domethënë vetëm me shembuj konkret,
të asaj të cilët ne jemi realisht, duke dëshmuar ato vlerat të cilët na jep edhe bindja jonë fetare, duke qëndruar më besnike, duke qenë më të përkushtuara, duke qenë më korekte, më përgjithse, mund të ndryshojmë një bindje të tillë. Por e potencuam edhe disa herë të tjera që kemi edhe shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Pa diskutim. A e keni problem, pavarësisht asaj se gjithë këtë bisede lidhëm pikërisht me këtë temë, po kur komentojnë bindjet e tuaja fetare para ideve tuaja, vizioneve tuaja, si është për ju? Është një nga temat e cila më prek më shumë realisht, ose më goditet mua ati ku më dhempe edhe më shumë. Gjithmonë mundohem që njerëzit t'i shoh me qetësi, dhe në momentet kur ndodhen përpara situatave të tilla të sikletshme, në qoftë se mund ta quaj, une edhe krijoj një perceptim timin se sa i përgatitur mund të jetë një njeri. Padyshim vlerësoj çdo njeri me cilën bëj një bashkëbisedim ose ndan kohë për një bisedë të lirë me mua. Padyshim vlerësoj bindjet e gjithë secilit, qofshin ato fetare ose afetare. Padyshim jam pro të gjithë atyre njerëzve të cilët kanë ngjësi të mëdha kombëtare dhe zakonisht janë njerëzit të cilët paragjikojnë dukjen time, por unë më lejoni ta them që unë kam gjësi shumë të forta si kombëtare, si fetare, bile nuk mund t'i ndaj këto të dyja, për mu janë si trupi dhe shpirti në një farë forme. Dhe kur njerëzit mundohen në bisedat të lira, kur mundohen të diskutojnë pamjen time ose veshjen time përpara asaj se çfarë unë realisht kam në idetë e mia dhe atë çfarë unë dua ta realizoj përpara shoqërisë time, nuk është se e pëlqej, por aty krijoj një bindje se sa i përgatitur mund të jetë një njeri, sa tolerant është ai brenda vetes, sa paqësor janë njerëzit, dhe gjithë kjo tregon domethënë atë formësimin dhe karakterin e çdo njeriu i cili mund të ndodhet përpara teje. Edhe pse përsëri unë them që jemi ne që duhet të dëshmojmë të kundërtën e perceptimeve të cilën njerëzit i kanë ndaj nesh. Jo që kemi një detyrim më shumë ndaj shoqërisë ose ndaj njerëzve të cilët ndodhen përballë, sepse tek e fundit është zgjidhja ime, ata të cilët duan të më pranojnë të tillë janë në rregull, ata të cilët nuk duan të më pranojnë të tillë, rrugët janë të lira dhe çdo kush mund të ndjek rrugën dhe shoqërinë ta krijojë ashtu siç dëshiron vet, sepse nuk dua që gratë dhe vajzat që janë të mbuluar të kenë obligime më shumë në shoqëri ose përpara shoqërisë ose njerëzve me cilën ndajnë kohën, ambientin dhe rrethin, për dallim nga vajzat dhe gratë të cilët janë të pambuluara, por e ndjej një obligim si fetar, si moral, si grua, si femër që dëshmojmë të gjithë njerëzve të cilët kanë mendim të ndryshëm për ne se nuk është e tillë. Domethënë ne jemi të barabartë, po përpos kësaj, unë e quaj veten edhe me një vlerë më shumë, për shkak të asaj të cilën unë kam arritur dhe një gjë e tillë është arritur si rezultat i bindjes time të brendshme dhe besimit të cilën e kam unë, e cila është shumë personale, se besoj lidhja e çdo njeriu me Zotin dhe niveli ku ai është ose shkallat të cilën e kanë besimin e krijuar Zot njeriu është shumë personale dhe shumë individuale dhe absolutisht nuk është e drejtë e askujt ta gjykoj se në cilin nivel është ajo. Dhe s'duhet prekur. Çfarë do t'u thoni për fund vajzave të cilat hezitojnë të jenë aktive publikisht nga etiketimet që janë të shumta kryesisht në shoqërinë tonë? Do ju them vetëm vazhdoni, punoni, mësoni, mos ndaloni, në qoftë se me që jemi këtu edhe përpara ekraneve, sidomos vajzave të reja, të cilët janë të mbuluara, të mos bien pre e propagandave të ndryshme të cilët i shohin nëpër rrjetet sociale, por me punë, me angazhim, me përkushtim arrihet çdo gjë, ashtu siç unë domethënë jam pjesë e një procesi të cilën tashmë jam duke e bërë çdo ditë praktik, në qoftë se dikur diçka ishte shumë e paprekshme ose gjithmonë ekzistonte në imagjinatën time si diçka që nuk mund të realizohet, unë sot jam pikërisht aty ku kam dashur të jem, nuk është e pamundur për askënd. Por
patjetër që krijimi një lloj disipline në punë mund të arrijë në rezultate konkrete. Sidomos te gjeneratat e reja, unë kam pasur edhe një pjesë të mirë të studentëve gjatë ligjëratave të cilët i kam pas ose i kam dajt bashkarisht, është pjesa dhe puna që e kam bërë me më shumë pasion se çdo punë tjetër. Mund të them që gjeneratat e reja nuk e kanë këtë shprehin e punës, ose mungon disiplina në punë, dhe kjo le të jetë një mesazh për gjithë ata të reja, por këtu shfrytëzoj rastin të them për të gjithë të reja dhe të rinjt që të krijojnë disiplinë në punë, të jenë pak më shumë të përkushtuar, disa gjëra duhet marrë edhe shumë seriozisht, pa varësisht moshës të cilën ata e kanë, në qoftë se dëshirojnë të arrijnë rezultate konkrete ose të arrijnë atje ku ata dëshirojnë të japin kontributin maksimal pavarësisht përgatitjes profesionale të cilën ata kanë zgjedhur të jenë në jetën e tyre. Pa diskutim, zonja Sali, unë ju falenderoj shumë që gjetët kohën edhe na dha gjithë këtë energji sot. Faleminderit shumë që erdhët. Faleminderit për ftesën.